Prej kësaj kafeneje në Prizren do të udhtojmë nëpër disa kodrina e malit të Kosovës me anë të fotografive të realizuara nga Arben Islami. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Urime për librin. Faleminderit. Është libri ju i Pure Kosovo, i cili ka fotografi të natyrës së Kosovës, që sa kohë keni punuar për këtë libër? Kështu, nëse marrim parasysh fotografi që më bë për 8 vjet, atëherë është dikoj gjatë. 8 vjet pra fotografi gjatë ecjeve të mia dhe të grupit tim Hiking Njeri nëpër Bjeshkt Kosovës, pra çdo javë nga një pikë të ndryshme, nga një vit ndryshme në Bjeshk. Nëse marrim parasysh sa është koha për përgatitje, është 3 muaj. Pra 3 muaj punë intensive, ka 10 deri 15 orë në ditë, thymja libret me Inet Productions, për zgjedhja që ka qenë puna më e vështirë, pra prej 2000 fotografive që janë për zgjedh për këtë libër, vetëm 315 janë mbrana. Edhe po më vjen keq që të tjerat janë jashtë dhe besojmë që kanë me po dritën edhe ato jashtë. Nëse dojmë me zgjedh librin, a me zgjedh dikon ku më një po ashtë të artë këtë fotografi? Kjo është sponsoruar prej Ministrisë së Bujqësisë, pra Blerën Stavilecit, i cili e ka pa të arsyeshme me sponsoruar një projekt të tillë që ka me bo një bujë të madhe ndërkombëtar edhe njerëz që e i vizitojnë Kosovën edhe nuk e dinë çush është Kosova. Pra, kjo ka më jap si dhuratë, nuk ka më qenë në shitje, edhe ka me u shpërndarë për panajire të ndryshme që prezantohet Kosova, pra dhe më thonë janë disa mija kopje, fatkeqësisht nuk ka me qenë në shitje, po une jam të punu me një projekt tjetër që do të realizoj së shpejti, ku do të qes librin për shitje dhe që çdo njeri thjesht mundet me pas. Qa mujnë me po ata që kam ju prezentu prej cilave vende, përfshien pothuajse gjitha pjesë të Kosovës? Kosova është shumë e vogël që se shohim, po ka aq shumë Bjeshk sa mujnë me krahasu për shembull në Zvicër ose me një vend më të madh që është Bullgaria për shembull. Ka aq shumë Bjeshk sa unë gjithë këtyre viteve që jam si bjeshkatar, nuk ka mujtë me vizitu 100%, pra janë dikur rreth 90% të Bjeshkve. Problemi më i madh ka qenë se na nuk kemi pas referencë qysh me nda kapitujt e librit, masi është libri i parë. Edhe masi unë kam qenë shumë Bjeshk, edhe kam qenë disa herë prej çfarë dush pozite, edhe kam fotografu, unë kam formu një, si më thon, mozaik, e di përmend çfarë duket çdo relief edhe çdo pozite e Bjeshkës. Edhe mbas asaj, unë kam formu një renditje logjike, qysh kish me u përfshi çdo Bjeshk në këtë libër. Kam fillu me Gjeravicën. Gjeravica është Bjeshka, do të thonë, më e naltë Kosovës, zyrtarisht. Edhe mani kum shku krejt këto Bjeshka janë rreth Deçanit, e Junikut, edhe mani kum vazhdu Rrugov. E vend që me shku ka Akrepat e Orës, unë jam kthy ka Shari, do të thonë kur kena fillu piri Radikës, edhe jemi kthy prap deri Mirush. Pra janë gjitha fotografitë që e prezentojnë çdo Bjeshk gati në Kosovë. Kanë edhe tekst për fundit, teksti është vetëm gjuhën angleze? Po, këtu 500 kopjet e para që i ka shtyp Ministria janë të dedikume për një panajir që po mahet në Berlin momentalisht, rreth prezentimit të produkteve bujqësore, po mdoket, po edhe pak ka me qenë si prezentim i Kosovës si vend atrakcion turistik. Edhe këto kopjet e para që janë shtyp janë dërgu me një herë atje, unë e kam vetëm një kopje. Shumë e kam pa në Facebook kërkesën e madhe të njerëzve qysh mujnë me pas një kopje, mirë po fatkeqësisht kjo kopje ose ky verzion s'ka mujt me qenë durët e tyre, përveç se nëse kanë ndonjë lidhje në ministri ose janë dikush që ka bëj me këto institucionet e larta që kanë ju shpërnda faktikisht, mirë po së shpejti do të jetë edhe çu thash libri që kam i përfshi të gjitha, pra edhe në shqip edhe në anglisht. Kush e ka shkruar tekstin, e ke shkruar vetë për secilin? Kështu, unë e kam shkruaj tekstin, mirë po e ka përpilu është Fatmir Kaboshi, është një shok i jemi që është gjithashtu bjeshkator, ai ka përkthy edhe ka përpilu më mirë, mandej fotografitë ka bëjë Inet Productions, domethënë këtë fotografitë, renditje, thymje tjera, unë e kam pas punë me të gjitha, me tekste, me fotografi, me tjera, edhe jam shumë i gëzuar se më në fund po del një produkt që mundet më prek. Edhe kur t'jap dikujna i thu, okej, që kështu është Kosova. Edhe tash këtë ka qenë virtuale, çdo fotografi që kam bërë veç në internet e kam pa, tash ka edhe shpjegime të shkurtra rreth çdo bjeshke. Me qenë se udhton shumë shpesh në krejt të bjeshke që na e kino një ma favorite që të pëlqen me shku vazhdimisht edhe shumë ka vende. Zdi, mu që më kalon për shtypje kohës fundit është Radika, është një bjeshkë në fund të Kosovës, mas pjesa ma jugore. Më duket që është këtu është.
Nuk e ka reliefin shumë të lartë, mirë po është pjesa më jugore e Kosovës, është e bishti i Kosovës atje. Kur kom shkuar në fundit aty, më ka dukur si me shku në planetin Mars. Pra ngjyrat kanë qenë asisoj që me njëherë kanë qenë ngjajshme me këto pamje që po na dërgoi NASA. Ka qenë ditë e bukur, fotografitë kanë dalë mirë. Gjithashtu është bjeshka e Irzniqit, që është në mes komunës Pesë dhe Deçanit. Ajo ka qenë një pjesë shumë e bukur që kom vizitu. E mos të flasë edhe për vene tjera që kom qenë qëtash kohë të funit, po më përzihen në mend që shumë vene ka Kosova, sa çdo vend, çdo bjeshke ka diçka unike që s'mundesh me veçu. E takoni shpesh edhe njerëz që jetojnë me siguri ka shtëpitë tek këto, jeni mitësuve se me ta? Po, ka shumë stane, domethënë stane i thojnë aty në shtëpizave të drunit që janë të stacionuar në përbjeshk. Aty rinë bjeshkatarët ose familje të ndryshme nga fshatnat poshtë. Pra, për shembull, një fshat që është poshtë në Dugagjen e ka bjeshkën lart, edhe vetëm ata mundin me ndërtu atë stan. Nuk mundet me ardhi kush i Prishtinës me ndërtu, se do të më pyet kryeplaku i fshatit. Do të thonë, unë shkoj atje si turist, ata më gostisin me ushqimet tëne ose vinë fshatarët na japin boronica ose kumsht, që është ajo pija e famshme prej qumshtit, dhe natyrisht flasim për gjana që ka bojnë aty në bjeshke dhe që kalojnë kohën. Kom shumë eksperiencë nga bjesht. Ty marrë parasysh që mi Prishtinës nga asfalti, di çdo të cep gotit këtëre bjeshkve në Kosovë. Shumë shpesh me grupin e ju hikingjeri ju bashkangjitën edhe të tjerë, për ata që se dinë që shmojnë me ardhë, ju bashkangjitë me bu pjesë o krejtë stereotipeve? Do më thonë, na deri në vitin 2012, deri me 25 nëntor vitin 2012, kemi bu eksplorimin e bjeshkve. Çka po më ne eksplorim? Do më thonë, unë për herë të parë kom shku në bjeshk, e kom fotografu edhe e di qysh me i dërgu njerëz të herën tjetër. Pra për tash unë e di 99% të bjeshkve, qysh me i dërgu vetë. Pri vitit 2013, pra për këtij viti na kemi menu me i dërgu më shumë njerëz atje, për shembull me 100 vjet, 200 vjet. Deri tash kemi marrë vetëm ata që kanë qenë shumë të fortë, edhe nuk kemi guxuar me rreziku që mi marrë gjithkohë, se nuk e kemi ditë as na vendin mirë. Tash po menojmë që me e bo pak grupi më të zgjanum që me po se cili për njeve që do çdo bjeshk. A ka ndodhur shpesh gjatë udhëtimit dikush me vetë poshtë mi u prit ditë ktheheni, mos më marrë që ajo. Jo, interesant se kemi më të fortë. Jo, na i përshtatemi atij më adoptit. Vjen për shembull një njeri që s'mundet me hec me neve në çat tempo, ne presim ato derisa të vjen në veti. Ka qenë shembull rasti me gazetarin e Klanit, bashkë kemi shku një herë rrugove dhe ai kamermani i Klanit ka qenë një pak si më i plot, por dosh na me prit ato derisa aty. Mirë po kur e ka marrë mani ai të vjetën, atëherë ka qenë shumë më i fortë se na, se këta njerëz që fillim kanë probleme mandej kur të adaptohen, interesant është diçka në trupin e tyre që shkojnë më shpejt se na. Më shumë se ju. Ti kthehem edhe një herë librit Akina e foto që është favorite jotja që patjetër duhet me pa njerëz dhe kemi publiku për vi po. Po, unë kam publiku disa në Facebook, diku rreth 30 fotografi ose 20 faqe, 15 faqe, nuk e di. Kështu, ka disa bjeshtë që janë favorite, për shembull është një Kobilica edhe Treskaveci. Kisha dashur të me cek edhe këto se të gjitha bjeshtë ose shumica bjeshtëve të Kosovës janë me emërtim slav, që është një emet e jona, se na duhet me punu për me emërtu ato në Shqip, ose me pas emërtimin original që kam pas më herët. Pra edhe na kur i kemi emërtu këtu, jemi bazu në harta edhe në informata që i kemi pas, dhe më thonë nuk kemi mujt me emërtu Treskavecin diçka ndryshe se çashtu e ka emrin. Pra janë Vraca e vogël, pra Golema Vraca, Malla Vraca, këtë janë këtu emra slave që janë në këtë hartat, ne jemi mundu pak mi modifiku për mi japat emërtimin pak më të kapshëm për neve. Dhe pra Kobilica është një ndër bjeshtë që mu ma shumë t'i pëlqen, pse sepse ka bjeshtë, ka ujë shumë, ka male, dhe më thonë pyje, edhe ka kafsh shumë. Dhe më thonë nëse të ka dikush dëshirë me pa rushën, shkën në Kobilicë, ose ujkun, ka provin. Gjitha kafshët e mund shmerën aty. Janë njerëzit e komunitetit Torbesh jetojnë aty, e rujnë malin si sy të botit, nuk ka asnjë dru të prem, edhe mund do që ajo është bjeshka më e pasur në Kosovë. Mirë për
që e ke finalizu librin, po mirë që po na sjell më afër krejt këto informata për krejt bjeshkët e Kosovës, po shpresoj që sa më shpejt me na sjell atë që ka me qenë shitje, që me mujt shumë njerëz me pas në shtëpi informata më shumë. Po, kisha pas dëshirë dhune, sikur të kisha mundësi mi bo 2 milion kopje dhe mi u shpërnda krejt kosovarëve, veç me pas sa e bukur është Kosova. Një pjesë që nuk e din besoj 90% njerëzve. Faleminderit shumë, Ben. Faleminderit se jete kohë për emisionin tonë. Ndërsa ne pundohemi për disa minuta shikos dashur për reklama, pastaj do të kthehemi me storien për albumin e ri të Bendit YouTube dhe krejt përfund do t'ju sjellim storien për